A e dini se çfarë është më e tmerrshme se të kesh një fëmijë të keq? Të kesh një ndjekës të rrezikshëm që vazhdon të shkruaj letra. Kjo është një histori e vërtetë. Përpara se të filloj me videon, abonohuni falas në kanalin ton duke klikuar butonin e kuq subscribe dhe klikoni ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Bëu pjesë e komunitetit ton duke na ndjekur në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook dhe TikTok. Këtu ka vend gjithmonë për një më shumë. Është një histori që duket shumë e çmendur për të qenë e vërtetë. Çfarë ndodhi në të vërtetë në bulevardin 657? Deri më sot, askush nuk e ka zbuluar se kush ishte vëzhguesi. Në verën e vitit 2014, Derek dhe Maria Brodus blen shtëpinë e tyre të ëndrave, e cila ishte disa bloqe larg shtëpisë së fëmirisë së Maria Brodus, një shtëpi gjigande me 6 dhoma gjumi në bulevardin 657 në New Jersey. Ata ishin të përgatitur të kryenin disa rinovime dhe ndoshta do i duhet të merreshin me një 2 fëmijë të bezdisshëm. Por në vend të kësaj, ato u përballa me një makth që dukej si një film horror. Menjëherë mbasi ata u futën në shtëpinë e re, çifti filloi të merrte letra anonime në kutim postare nga dikush i ashtëquajturi vëzhguesi. Të dashur komshinj, më lejoni t'ju jap mirëseardhjen time në lagjen bulevard